Në prag të çeljes zyrtare të sezonit turistik të këtij viti, në fund të javës që vjen, Bashkia e Vlorës ka marrë masa për të bërë gati infrastrukturën përkatëse. Në këtë kuadër, institucioni i Bashkisë së Vlorës dhe ndërmarrjet e saj po përqendrohen përgjithsisht në infrastrukturë. Përgjatë vijës zgjedhëtare të Lungomares është punuar për të mundësuar freskimin e vizimeve apo thëndryshe sinjalistikës, sikundur po ndiqni edhe nga pamjet në ekran. Një sinjalistikë e cila do të jetë në shërbim jo vetëm të drejtuesve të mjeteve, por edhe të këmbësorëve. Bashkia e Vlorës ka nisur punën për të bërë të mundur freskimin e saj në të gjithë zonën bregdetare të Lungomares. Por në këto ditë problem për qytetarët e Vlorës është qarkullimi i automjeteve. Kjo vjen edhe si pasojë e një investimi që po realizohet për vendosjen e kangjëllave përgjatë gjithë rrugës transballkanike, që do të bëjnë të mundur disiplinimin e këmbësorëve, të cilët do të mund të kalojnë vetëm nëpërmjet vijave të bardha që do të vendosen përgjatë gjithë kësaj rruge. Megjithatë, sikundër ndiqni edhe pamjet në ekran, në këto ditë është krijuar një fluks i madh i automjeteve, kryesisht në orët e pikut të lëvizjes, në orët e mëngjesit, mesditës, por edhe në mbrëmje, si pasojë e punimeve. Firma e cila ka marrë me sipërmarrje realizimin e këtij investimi duhet që t'i mbyllë sa më shpejt me qëllim që të mos ketë kaos në trafikun rrugor, duke qenë se jemi edhe në prag të sezonit turistik.